Tash nuk ka as bond as njeri që i del përpara shtetit, së paku jo në qeverisjen time. Për herë të parë ne po e kthenim sovranitetin në një hapësirë ku qeverisej nga bondat kriminale e nga strukturat paralele. Të dashur qytetarë, natyrisht që kjo na ka kushtuar neve edhe me kritika, por na ka kushtuar edhe me jetë njerëzish. Heroi ynë, rreshteri i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, u sakrifikua për të mbrojtur rendin e ligjit, për të mbrojtur kushtetueshmërinë e sovranitetin, për të mbrojtur integritetin territorial e institucional të vendit ton, por edhe për të mbrojtur kolegët e tij që ishin më të ri në vendin e ngjarjes në bojës të zveçanit me 23 shtator të vitit 2023. E tash nuk ka as bond as njeri që i del përpara shtetit, së paku jo në qeverisjen time. Me tjerët, mbase edhe ka pasur kontroll doganave të bankave, të kriptovalutave, ka pasur ndikime edhe në policie, komandanta që kanë punuar për atë rrogën e dytë që kanë marrë në Beograd. Pastaj ka pasur edhe valuta si puna e dinarit e posta sikurse ajo e Serbisë, por me qeverisjen tonë, me mua si kryeministër, nuk lejohen të këtilla gjëra dhe nuk kam menduar që kjo mund t'ju pengoj edhe shqiptarëve, qytetarëve të Republikës që ja duhen vendin tonë të mirë. Po ja që erdhëm në një situatë të këtillë dhe na duhet të përballemi edhe nga anët që nuk e kemi pritur. Me neve ka një polici me një komandant të zonës, me neve nuk ka dinar, po vetëm euro. Me neve nuk mund të ketë postë Serbisë, sepse kemi postën e Kosovës. Me neve duhet paguhet rryma në veri, si që paguim edhe ne në jug. Për neve kriminalet nuk kanë vend e as etni dhe kushdo që e cënon shtetin dhe integritetin, s'ka vend as në jug, as në veri, por do t'jetë ose në burg në Kosovë, ose e ratisur në Serbi.